Ajetet nga 1 deri te ajeti 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, wal qalami wama yasturun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Nun, betohem për penën dhe për atë që shkruajnë, se ti o Muhammed, fal mirësisë së Zotit tënd nuk je i marr. Padyshim, ti do të jesh përherë i shpërblyer, se ti je me virtyte madhore, së shpejti ti do ta shohësh, por edhe ata do ta shohin, se cilin prej jush e ka prekur marrëzia. Zoti yt e di më së miri se cili është shmangur nga rruga e tij dhe i njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. Komentimi. Sa moral të lartë që ke. Kjo është e vetmja sure që fillon me një shkronjë të ndarë, Nun. Në lidhje me shkronjat e ndara kemi diskutuar shumë herë, veçanërisht në fillim të surës El-Baqara, Ali Imran dhe El-Araf. Këtu duhet të shtojmë se disa komentuese rokjen Nun e kanë konsideruar si shkurtesë të fjalës Rahman dhe e kanë interpretuar si aludim për këtë fjalë. Disa të tjerë e kanë komentuar në kuptimin e Lauh, pllakës së ruajtur te Allahu, ose në kuptimin e pusit apo lumit në xhennet, e të tjerë. Asnjëra prej këtyre interpretimeve nuk mbështetet te një prove qartë. Si rrjedhoi, kuptimi i kësaj shkronje të ndarë nuk ndryshon nga komentimi i shkronjave të tjera të ndara, për të cilat kemi dhënë sqarime herë të tjera. Më pas betohet në dy prej çështjeve më të rëndësishme jetësore të njerëzimit, betohen për penën dhe për atë që shkruajnë. Sa betimi i çuditshëm, duket se betimi bëhet për një gjë të vogël, për një penë, për një pikë boji me ngjyrë të errët, për rrjeshtat që shkruhen, mbi një fletë të pakushtueshme e të tjerë. Por në realitet, kjo është ekuivalente me burimin e zanafillës së të gjitha qytetërimeve njerëzore. Te pena dhe te shkrimi e ka fillimin përparimi dhe zhvillimi i shkencave, lëvrimi i ideve dhe formosimi i mendjeve. Pena dhe shkrimi janë burimi i udhëzimit dhe informimit të njerëzimit. Qytetërimi e ndan në dy pjesë historinë e njerëzimit, në periudhën parahistorike dhe në periudhën historike. Periudha e historisë së njerëzimit fillon nga momenti që u shpik rjeshti dhe njeriu kishte mundësi të shënonte ngjarjet dhe ndodhit e përjetuara prej tij. Thëndryshe është periudha kur njeriu filloi të përdor penën, kjo gjë shënohet me shprehjen për atë që shkruajnë. Madhështia e këtij betimi bëhet më e qartë kur mendojmë për atë epokë ku zbritën këto ajete, sepse atëherë në Mekë nuk ekzistonte ndonjë mjeshtër apo shkrimtar që dinte të shkruante. Atëherë numri i njerëzve që dinin shkrim dhe lexim në të gjithë Mekën, e cila ishte qendra fetare, politike dhe ekonomike e Hijazit, nuk arrinte më shumë se 20 veta. Prandaj betimi në penën në një mjedis të tillë ka një madhështi të veçantë. Interesant është fakti se ajetet e para që janë zbritur profetit Muhammed në Xhebalun Nur dhe në shpellën Hira tregojnë pozitën e lartë të penës. Në këto ajete thuhet: lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur. Lexo se Zoti yt është më bujari, ai që e mësoi njeriu të shkruajë me pendë, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Më i rëndësishëm se të gjithë është fakti se të gjitha këto shprehje rrjedhin nga goja e një njeriu i cili vetë nuk dinte shkrim dhe lexim, nuk kishte ndjekur asnjëherë mësime në ndonjë shkollë. Ky fakt vërteton se e gjitha kjo nuk është gjë tjetër vetëm se shpallje nga ana e Allahut. Disa komentues të Kuranit penën këtu e kanë komentuar si pena me cilën engjëjt e Allahut e shkruanin shpalljen qiellore ose pena që shënon në dosjen përkatëse veprimet e njeriut. Gjithsesi nuk ka dyshim se ajeti ka një kuptim të gjerë dhe komentime të tilla janë thjesht pjesë prej këtij kuptimi të gjerë. Shprehja për atë që shkruajnë ka një kuptim të gjerë. Ky kuptim përfshin të gjitha idetë e shkruara në formën e udhëzimit, si përsosmëri mendore, etike dhe praktike të njerëzimit dhe nuk i përket vetëm shpalljes ose shënimit të veprave të njerëzve. Më pas ajeti diskuton për betimin që është për të, se ti o Muhammed, fal mirësisë së Zotit tënd, nuk je i marr. Ata që ta mveshin ty këtë ves janë zemërligj, të cilët nuk e vërejnë gjithë këtë begati që të ka dhënë Allahu, begatinë e intelektit dhe të urtësisë, të sinqeritetit dhe të qenit i drejtë. I besueshëm nuk e vërejnë begatinë e dijes dhe të shkencës së qartë, profecinë dhe pagabueshmërinë. Të
Të marrë janë ata që atë që është i rrethuar me dije dhe intelekt e akuzojnë se është i marrë. Me anë të kësaj sjelljeje, largojnë nga vetja udhëzuesin e njerëzimit. Më pas deklaron, pa dyshim, ti do t'jesh për herë i shpërblyer. Pse të mos keni një shpërblim të tillë, ndërkohë që u bën ballë këtyre kërcënimeve të padrejta dhe të liga dhe kërkon udhëzimin dhe shpëtimin e tyre prej dënimeve të Allahut, si dhe asnjëherë nuk shfaq lodhje në këtë rrugë të vështirë. Fjala memnun rrjedh nga fjala menne dhe është përdorur me kuptimin e ndërprerjes, që do të thotë shpërblim që asnjëherë nuk do të ndërpritet, gjithnjë është i vazhdueshëm. Disa komentues të tjerë kanë thënë se rrënja e kësaj fjale vjen nga fjala elminne, sepse elminne bëhet shkaki i ndërprerjes së begatis. Komentues të tjerë gjithashtu kanë deklaruar se kuptimi i shprehjes ghayra memnun sqaron se Allahu i madhëruar për këtë shpërblim të madh asnjëherë nuk do të kërkojë mirënjohje. Interpretimi i parë është më i përshtatshëm. Ajeti në vijim përshkruan një virtyt tjetër të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ti je me virtyte madhore, me moral të shoqëruar me një intelekt të mahnitshëm, me mëshirë dhe dashuri të pashembullt, me cilësi dhe sinqeritet të papërshkrueshëm, si dhe me një durim qëndres dhe tolerancë të pashembullt. Në qoftë se i fton njerëzit në adhurimin e Allahut, para së gjithashtu ti vetë duhet të adhurosh më shumë Allahun dhe nëse i ndalon të tjerët nga kryerja e mëkateve, në fillim ti vetë duhet të qëndrosh larg tyre. Sa herë që të ngacmojnë, ti këshillon ata të abuzojnë, kurse ti kërko falje për ta. Ata të gjuajnë me gur dhe mbrapa shpinës të hedhin ujë të ngrohtë mbi kokë. Ti zgjati duart drejt Allahut për udhëzimin e tyre. Po, ti e vatra e dashurisë, e ndjenjave dhe burimi i mëshirës. Fjala khuluqun rrjedh nga fjala khilqetun dhe është përdorur me kuptimin e virtyteve të pandashme nga njeriu. Disa komentues të Kuranit kanë përmendur disa prej virtyteve madhore të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si durimtar në rrugën e drejtë, zemërgjër dhe falës, udhëheqës i shquar, tolerant dhe dorëlëshuar, i durueshëm në vështirësitë që hasen në rrugën e thirrjes së njerëzve drejt Allahut, falës dhe i mëshirshëm, luftëtar i përkushtuar në rrugën e Allahut, i larguar prej zilisë dhe lakmisë. Edhe pse profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i kishte të gjitha këto virtyte, përsëri virtytet madhore të tij nuk kufizohen vetëm me këto. Në disa komente të tjera si virtyte madhore janë interpretuar edhe Kurani dhe feja islame, të cilat mund të jenë një pjesë prej kuptimit të gjerë të lartë përmendur. Sidoqoftë, mishërimi i këtyre virtyteve madhore të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është argument i qartë i intelektit dhe i urtësisë së pashoqe të tij. Është argument edhe për mohimin e fjalëve të papërshtatshme të armiqve që thoshin për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në vazhdimsi, ajetet 5-6 thonë, së shpejti ti do ta shohësh, por edhe ata do ta shohin se cilin prej jush e ka prekur marrëzia. Fjala meftunun do të thotë infekcion, kurse këtu është përdorur me kuptimin e të prekurit nga marrëzia dhe çmenduria. Ata të atribuojnë fjalë të tilla me qëllim që të largojnë robët e Allahut prej teje, por njerëzit kanë mendje dhe vetdije. Gradualisht do të vetdijesohen me fjalët dhe udhëzimet e tua dhe atëherë për të gjithë do të bëhet e qartë se këto mësime që burojnë nga Allahu i madhëruar janë zbritur në zemrën tënde të pastër. Zoti i madhëruar ty të ka dhuruar një pjesë të madhe të dijes dhe diturisë së tij. Qëndrimet dhe pikpamjet e tua në të ardhmen për parimi dhe ndikimi shpejt i Islamit në ndritën e tyre do të dëshmojnë se ti je burimi i madh i diturisë dhe i urtësisë, ndërsa të çmendur dhe të marr janë lakuriqët e natës, politeistët, të cilët u ngritën që të përleshen me dritën e këtij dielli. Sigurisht që në ditën e Kiametit këto realitete do të bëhen më të spikatura e më të dukshme. Për ta ritheksuar dhe më shumë këtë gjë, ajeti 7 thot, Zoti yt e di më së miri se cili është shmangur nga rruga e tij dhe i njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. Më mirë se çdo kush rrugën e drejtë e njeh Zoti i madhëruar. Kjo i jep më shumë besim profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se është duke ecur në këtë rrugë kurse armiqtë e tij janë shmangur rrugës së drejtë.
Në një hadith thuhet kur kurejshët panë se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po i kushtonte më shumë rëndësi Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, se sa të tjerëve, thanë, Muhamedi është i çmendur pas tij. Kur zbritën ajetet e mëposhtme në lidhje me Nun dhe Penën, u betuan se Muhamedi nuk ishte i çmendur. Ky trajtim vazhdoi deri te ajeti Zoti yt e di më së miri se cili është shmangur nga rruga e tij dhe i njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. E gjithë kjo pjesë e ajetit i është adresuar shoqërisë së Kurejshëve, të cilët i thoshin këto fjalë, kurse pjesa tjetër e ajetit, Zoti i njeh më së miri të udhëzuarit në rrugën e drejtë, i dedikohet Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Hulumtime. 1. Roli i penës në jetën e njeriut. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë njerëzore, ashtu siç e diskutuam dhe më lart, është fillimi i shkrimit dhe përdorimi i penës për të shënuar ngjarjet mbi letër apo mbi gur, mbi lëkur, pergamen. Ishte pikërisht pena, ajo që e ndau historinë në dy periudha, në atë parahistorike dhe në periudhën historike. Me fillimin e shkrimit me penë mbi letër, përcaktohet fati i njerëzimit, prandaj fitoria apo humbja e shoqërive njerëzore ndërlidhet me penën. Pena është kujtesa e shkencave dhe e dijeve, ruajtësia e mendimeve dhe ideve të dietarëve, hallka e bashkimit të mendimit të dietarëve, urrë lidhëse e së shkuarës dhe e së ardhmes së njerëzimit. Bile e lidhja e qiellit me tokën, shpallja hyjnore është mundësuar me anë të fletës së shkruar me penë. Pena bashkon njerëzit që jetojnë të ndarë dhe larg nga njëri tjetri. Përmes shkrimeve duket se njeriu i takon të gjithë mendimtarët dhe dietarët e njerëzimit, të cilët kanë jetuar gjatë gjithë historisë. Përmes shkrimeve njeriu njihet me përvojën njerëzore në breza. Pena është misteri i njerëzimit, thesari shkencave dhe grumbulluese përvojave të gjithë shekujve. Prandaj, nëse Kurani betohet në penën, duhet kuptuar vlerësimi për të, sepse betimi gjithnjë bëhet mbi një çështje shumë të rëndësishme dhe të vyer. Sigurisht pena për ne është një mjet për të shkruar për atë që shkruajnë dhe Kurani është betuar në të dy. Pra, edhe mbi mjetin, edhe mbi produktin e mjetit. Në disa transmetime thuhet, gjëja e parë që ka krijuar Allahu ishte pena. Këtë hadith dietarët shiit e kanë transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ndërsa në librat e Ehli Sunnetit është cituar si një hadith i njohur. Në një hadith tjetër thuhet, gjëja e parë që ka krijuar Allahu ishte boja. Në disa transmetime të tjera lexojmë, gjëja e parë që ka krijuar Allahu ishte mendja dhe intelekti. Nëse e vërejmë kohezionin, pra lidhjen e ngushtë që ekziston ndërmjet penës, bojës dhe intelektit, bëhet e qartë se përse të gjitha këto cilësohen si krijesa të para të Allahut. Tek hadithi Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, për të cilin diskutuam më lart, vërejmë se Zoti pasi krijoi penën e urdhëroi atë të shkruajë. Ajo do të shkruaj çdo gjë që ka ekzistuar dhe do të ekzistojë deri në ditën e Kiametit. Udhëheqësit e mëdhenj të Islamit shpesh herë këshillonin ndihmësit e tyre që të mos mjaftoheshin me memorizimin e dijes, por u sugjeronin që transmetimet islame dhe shkencat hyjnore t'i përmbledhin në formë të shkruar në mënyrë që t'i linin si dëshmi për pasardhësit. Disa shkencëtar kanë deklaruar se shpjegimi bëhet në dy mënyra, shpjegimi me anë të gjuhës dhe shpjegimi me anë të shkrimit, pra me anë të penës. Shpjegimi me anë të gjuhës me kalimin e kohës zbehet dhe kalon në hares, kurse shpjegimi me anë të penës asnjëherë nuk harohet, ai mbetet i përhershëm. Dietarët gjithashtu kanë thënë se baza e çështjeve të fesë dhe botës ndërtohet mbi dy shtylla, mbi penën dhe mbi shpatën. Shpata ndodhet nën jurisdiksionin e penës. Këtë domethënie, disa poetë arab e kanë shprehur në këtë mënyrë, nga dita që u mpreh pena, u përcaktua nga ana e Allahut që shpatat e mprehta të jenë në shërbim të saj. Një poet tjetër, duke cituar ajetet e lartë përmendura në lidhje me këtë, thotë: atë ditë kur luftëtarët e fuqishëm betohen në shpatat e veta dhe atë e konsiderojnë si një mjet me vlerë, ndihen krenar për të. Penës së shkrimtarëve u mjafton vetëm kjo krenari dhe ky nder ndër epoka, e cila përftohet nga vlerësimi i madh që i ka bërë Allahu penës, kur ai u betua për penën e jo për shpatën. Realiteti e miraton këtë, fitoret ushtarake në qoftë se nuk shoqërohen me kulturë të fuqishme dhe të pasur, nuk do të jenë të qëndrueshme. Mongolët kanë korrur fitoren më të madhe në historinë e Iranit, por meqense ishin një popull i pakulturuar, shumë shpejt u detyruan ta përqafojnë kulturën e Islamit dhe të Iranit dhe kështu ndryshuan rrugëtimin e tyre. Nga që kjo është një çështje tepër e gjerë dhe nuk na lejohet të largohemi nga metoda e komentimit, po e mbyllim diskutimin duke cituar një thënie nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, janë 3 zëra të cilat i grisin perdet dhe arrin pranë Allahut
të madhëruar, zëri që lëshohet nga pena gjatë shkrimit mbi letër, zëri i hapave të luftëtarëve të së vërtetës në fushën e betejës dhe zëri i punës me dorë të grave të devotshme. Sigurisht e gjithë ajo që u tha më lart ka për qëllim penat që janë shërbëtore në rrugën e drejtë, në rrugën e drejtësisë. Për sa u përket penave të helmuara dhe të devijuara, ato konsiderohen prej fatkeqësive më të mëdha dhe si rreziku më i madh për shoqëritë njerëzore. 2. Një shembull nga morali i profetit të Islamit. Fitoret e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishin me ndihmën dhe përkrahjen e Allahut të madhëruar, por ato shoqëroheshin me faktorë të tjerë mbështetës. Më të rëndësishmin prej tyre mund të quajmë moralin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte shumë cilësi të larta njerëzore dhe fisnike. Edhe armiqtë më të mëdhenj të tij ndikoheshin nga sjellja e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe detyroheshin t'i bindeshin atij, kurse dashamirësit e vet i tërhiqte me lehtësi nga vetja. Edhe nëse këtë do ta quani mrekulli etike të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk do e kishim tepruar. Një shembull nga mrekullitë e etikës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e kemi vërejtur edhe në çlirimin e Mekës, në kohën kur paganët gjakatar dhe kriminal, të cilët me vite të tëra dhe me gjithfarë mënyrash u ishin kundërvën Islamit dhe profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ranë në duart e myslimanëve, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përkundër të gjitha pritshmërive të miqve dhe armiqve, dha urdhër për faljen e tyre kolektive. Në këtë mënyrë të gjitha krimet e tyre i la në hares. Kjo sjellje e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u bë shembull për të gjithë. Shumë njerëz filluan të përqafojnë Islamin duke vërtetuar thënien e Allahut të madhëruar dhe t'i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe. Për moralin, faljen, mëshirën, bujarin, sakrificën dhe devotshmërinë e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, janë përmendur shumë tregime në librat me komente dhe të historisë. Përmendja e të gjitha tyre është e pamundur për ne, por do të mjaftohemi vetëm atë që thuhet në një hadith nga Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të. E pyeta babain tim Imam Aliun në lidhje me karakterin dhe virtytet e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe për sjelljen e tij. Babai me një herë mu përgjigj, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, me shoqëruesit e vet, ishte gjithnjë i heshtur, i buzëqeshur dhe i urtë. Ai asnjëherë nuk tregohej i ashpër, nuk ofendonte të tjerët, nuk ishte dhunues. Ai as që merrej me thashetheme, si dhe as nuk e lavdëronte veten, askush nuk ndihej i zhgënjur nga ai. Kushdo që vizitonte shtëpinë e tij nuk kthehej pa shpresë. 3 gjëra ja kishte ndaluar vetes: polemikat gjatë bisedës, bisedën e tepruar dhe ndërhyrjen në punët e të tjerëve. Po ashtu 3 gjëra ja kishte lejuar vetes në lidhje me njerëzit. Nuk ofendonte asnjë njeri, nuk fajsonte asnjë njeri, si dhe nuk kërkonte të gjente gabime dhe të metat e të tjerët. Gjithnjë fliste dhe bisedonte vetëm në lidhje me ato çështje për cilat shpresonte shpërblimin e Allahut. Kur fliste ai, të gjithë binin në qetësi dhe dëgjonin me vëmendje. Kur e mbaronte bisedën, vinte radha e të pranishmëve për të folur dhe asnjëherë nuk ziheshin dhe polemizonin në praninë të tij. Sa herë që një person për shkak të mos informimit dhe të mosdijes ndaj ndonjë çështjeje fliste i zemëruar dhe kishte ndonjë kërkesë, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duronte. Ai u thoshte shokëve të tij se sa herë që të vëreni ndonjë njeri që ka një kërkesë, plotësojani atë dhe asnjëherë nuk e ndërpriste fjalën e askujt derisa e përfundonte. Nëse nuk do të ishte ky morali përsosur profetik, këto veti dhe karakteristika fisnike të tij, populli i prapambetur dhe i paditur, ajo shoqëria ashpër dhe e pandryshueshme nuk do ta përqafonte Islamin dhe do të ishin ashtu siç thot Kurani: në sajt të mëshirës së Allahut u solle butësisht me ta, o Muhammed, sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj falu atyre gabimin, kërkoj falje Allahut për ata dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosësh për diçka, mbështetu tek Allahu, vërtet Allahu i do ata që mbështeten tek ai.
Sa mirë do t'ishte që kjo etike e Islamit të ishte gjallë edhe sot. Në ditët tona dhe te çdo mysliman të ekzistonte një rrezë nga morali dhe karakteri, nga natyra e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ekzistojnë shumë transmetime islame në lidhje me këtë çështje, qoftë në lidhje me personalitetin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, qoftë në lidhje me përgjegjësitë e të gjithë myslimanëve. Ne këtu do të mjaftohemi me citimin e disa prej tyre. 1. Në një hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: "Unë jam dërguar për të plotësuar virtytet morale." Pra, njëri prej qëllimeve kryesore të dërgimit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është plotësimi i virtyteve morale. 2. Në një hadith tjetër, profeti paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij ka thënë: "Besimtari me anë të moralit të vet arrin në gradën e atij i cili natën e kalon zgjuar duke adhuruar Allahun kurse ditën agjeron." 3. Në një hadith tjetër, po nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: "Nuk ka gjë më të rëndë në peshorën e ditës së gjykimit se sa morali i mirë." 4. Po ashtu sërish nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është transmetuar nga të gjithë ju: "Më i dashurit e Allahu është ai i moralit të cilit është më i mirë se i të tjerëve, është ai që është i përulur dhe i nënshtruar në sjellje, është ai që miqësohet me të tjerët dhe njerëzit miqësohen me të, po ashtu ndër ju më të urryerit te Allahu janë thashethemexhinjt, të cilët krijojnë ndarje mes vëllezërve si dhe janë në kërkim të gabimeve te njerëzit, e drejtë dhe të pafajshëm." 5. Në një hadith tjetër, transmetuar gjithashtu nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: "Devotshmëria dhe morali i mirë janë dy gjërat më të çmueshme që e fusin njeriu në xhennet." 6. Në një hadith nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, thuhet: "Në mesin e besimtarëve besimi më i përsosur i takon atij që ka moral më të lartë." Nga sa u tha më lart, arrim në përfundim se morali i mirë është çelësi i xhennetit, mjet i sigurimit të pëlqimit të Allahut, shenjë fuqisë së besimit dhe është i barazvlefshëm me adhurimin gjatë natës dhe agjërimin gjatë ditës. Theksojmë sërish se ekzistojnë edhe shumë hadithe të tjera rreth kësaj teme.